Kemi dhe një të ftuar special që nuk e dini që do na vinte, dalë përshëndetje. Ç'kemi? Tani, me Tiranën apo jo? Po. Elvisina është babi jot. Ti. A është lojtar i mirë apo jo? Po. Ti e ke parë luaj futboll? Po. Çfarë mendimi ke për atë si lojtar? Bëjt të jetë shumë mirë. Më si dashur shumë e mirë. Po si baba? Po si baba? Akoma dhe më i mirë, Po. Ah, bravo. A do bësh aty lojtar futbolli kur të rritesh? Edhe më berber. Berber? Okej. Tani, ne me babin do bëjmë një lojë. Babi ka luajtur më shumë me Tiranën. Ka qenë dhe pjesë e Dinamos për sa sezone? Një sezon. Për një vit. Po. Për një sezon me Edhe me Dinamo. Basani një vit. Po se çon kryeqytet dhe bën ca pyetje për të treja skuadrat, ai do përgjigjet. Tani Po, kjo është po, edhe më fillojmë. shumë ti dhe nisë ti. Cili është ekipi i vërtetë i kryeqytetit? Nga ato tre që ke aty. Po ç'a thua? Këte edhe ta ngulin mirë ta. Cili klub ka tifozërinë më të mirë? Tirana ka tifozë më të mirë, sepse Tirana gjithmonë ka qenë ekipi i njerëzve të thjeshtë. S'ka qenë as I ushtrisë, klubi i ushtrisë, as klubi i policisë. Kështu që më ka qenë mirë. I bëri Argumenti qëndron. bëri edhe dy kundër sulme edhe doli përpara. Ka qenë ekipi i njerëzve të thjeshtë. Cili nga këto klube është më i përgatitur për të ardhmen? Dinamo. Shikon Dinamon më mirë pra. Të paktën me ato që kemi këtë Shumë sezon. më mirë sepse njoh presidentin, njoh stafin, njoh dhe trajnerin. Janë shumë serioz në gjithë punën që bëjnë dhe bravo i qoftë. Është një siç duhet të ecë një klub. A mendon që janë për momentin klubi më model në Shqipëri? Bashkë me Ignatian. Bashkë me Ignatin. Shumë jam dakord me mendimin tënd. Po ekipi më i urryer për rivalitetin. Pa ti ti e di, Ja dhe Partizani. ti e di që shiko, a di pse ekipi më nuk është puna e ekipi më i urryer, sepse është një fjalë, kjo është një fjalë që e cila sikur ti ngëllon keq. Është një ekip që mua domethënë po të më thonin që hajde ke Partizani ta shtojmë me Floriu nuk shkoja. Jo. Jo për zotin. Do i thoj jo. Ja, për kokë çuni. Edhe si lojtar, edhe si Ore, kështu. fare nuk ka shanse, fare si trajner, si lojtar, jo. Baba ki fare. Është shumë nuk e se dua fare si klub. Do njerëzit i kam shokë kështu, po si klub se dua. Me cilin nga këto ekipe ka qenë më e vështirë përballja? Partizani. Tirana Partizani. Edhe me Dinamo sigurisht ka pas rivalitetin e vet, po me Partizani ka qenë gjithmonë ka qenë rivaliteti më i fortë. Dinamo ka qenë gjithmonë një skuadër e cila sigurisht ka objektivet e veta, por nuk ka dhënë atë emocion që ka qenë me Partizani, siç ka qenë me Partizani. Ku ke ndjer më shumë respekt si kundërshtar? Unë prapë them që të thot Partizanin. Nuk e di pse. Nuk mendoj që. Ku ka ndjer më shumë respekt? Si kundërshtar. Pra kur ti ke zbrit në fund si kundërshtar, po e ke ndjer që ka pas rivalitet, ka pas përplasje, por respekti ka qenë aty. Dinamo. Te Dinamo. Ka sinqerisht Dinamo. Me sinqeritet them Dinamo sepse jo se me Partizani s'ka pas, po me Dinamo ka qenë më i afërt me lojtarët që luajnë me Dinamo. Edhe ke qenë pjesë Ka për një qenë vit, kështu që i njihe më Shumë shumë. pak me Partizani, se Partizani kishte Jabanxhi më shumë, kupton, tek këtu ka pas shumë. Kur do që këtë përgjigje ka dhe një kujnë për Partizan. Ka dhe një kujnë në mes. Po nuk shkojmë do pa një kujnë. Po, është e bukur. Cila nga tifozëritë e përjeton më keq humbjen? Këto dy ekipe nëse humbin, tifozëritë përjetën shumë keq. Po. Të dy e bashkë. Të dy e bashkë. Është pak ideja që nuk pranojnë shumë humbjen, po. Nuk mund ta ndaj dot sepse unë e di ç'do të thotë humbësh i derbi. Edhe si lojtar, po edhe si tifoz edhe kur shef neshin kështu që vjen keq. S'del dot rrugëve. Po Cili nga klubet mendon që ka patur ndihmë nga arbitrat më shumë? Është Jo. Kjo pastaj ka të bëjë shumë dhe me vitet, të duhet të kuptoj me vitet. Për shembull, atë vit që doli Partizani kampion, ka qenë Po thot për rastin e Kridens Metës në ndeshjen e Rogozhinës. Se ja u them mos e kemi merak. Kridens Meta Për penaltin që dha atëherë. Që ishte do të më bëhet punë. Kështu që domethënë varet me vite. Do të thotë kur del kampion kështu për shkak Tirana rave Partizani 5-1 në Errol Benja. Doli kampion. A kupton? Tash
Si i bie që do më pa vit çdo vit, domethënë, sepse çdo vit ndryshojnë gjonat. Mendojnë të dalë kampion Tirana, Partizani, Dinamo apo Ignatia. Apo Flamurtari, apo Korça. Cili ekip nuk e ka merituar ndonjë titull që ka fituar? E morëm pak përgjigjen e kësaj para. Pak a shumë e prita pak. Titulli i fundit i Partizanit, domethënë jo se është Partizani, por titulli i fundit i Partizanit ka qenë i dyshim. Po. Ka qenë kontestueshëm shumë sepse nëse me kë me Bylisin lutet Tirana atë ditë? Cili klub i respekton më shumë legjendat e veta? E bukur kjo. Askush. Bravo. Asnjë nga këto tre klube? Më pëlqen shumë si ke thënë. Askush, domethënë mund të them askush sepse ai sa kuptoj e shoh etj, por që mund ta përforcoj pak Dinamon. Kam pa që i mbledhin një pak në president që është tash. I kam mbledh njerëzit, domethënë kur bëri ekipin, i dori kampion. Sepse shumë ka dalë Tirana kampion. Tirana kampion ka bërë me tifozë lagjes, apo? Dalë ato Partizani ka dalë kampion, por s'ka marrë një, i ka qenë ato klubit aty, kanë bërë festa kështu. S'ka të lezetë. Dinamo ka qenë më ndryshe. Dhe pyetja e fundit. Nëse do ishte trajner sot, kë ekip do merrje për ta ringritur? Ose për ta nxjerrë nga halli, ose nga këto tre skuadra kryeqytetit. Fillim sezonit thotë. Se tash zgjidh vetë periudhën. Ose tani që ka tranosen këta dhe bën merkato skandaloze. Jo, nuk do pranoj, domethënë gjëja e parë që një trajner bën është që do bëj klubin. Tjetër objektive e klubit për kategori, për në kategori, për të kap mesin e tabelës, apo për Europën dhe për kampion. Apo dalësh kampion. Dalësh kampion, do trofë. Do ishte të treshë kaçë e parë. Pa që treshë kaçë e parë, çka ka? Ka një problem që do ca lojtarë që kanë vlerë. Ai lojtari që ka vlerë nuk do paguhet. Pa. Do ka shpenzime lojtari që ka vlerë. Do paguhet, do marrë shtëpi, do ketë makinën çakullim, do ketë njerëz të ty që do punojnë me të si është. Po trajneri do ketë stafin. Stafi do trajner atletik, do trajner palestre, do këtë, do mazhatorin, do 2 mazhator që të punojnë mirë ato, do ushqimi që lojtarët hanë ushqimin atë që të them unë. Atë që du unë, ashtë që thot doktor, jo unë tamam, pa atë që thot doktoratura. Do vini mjesë klub në orën 8, në orën 9, po them. Jo në 8, po në 9. E do ikë nga klubi në orën 5-6 masdite. Në 6 masdite është me GPS. Pa. Në shtëpi. Ose do pi një kafe me familjen diku jashtë. Kështu funksionon një klub profesionist. Ka GPS. E kupton? Çdo lojtar që paguhet mirë, ka GPS-in, do e marr me vete, jo me lidhje koma. Do e marr me vete. Edhe është i vëzhguar ka njerëz klubi që vëzhgon se çfarë bën lojtarët e vet, sepse presidenti po paguon. Që të ketë performancë sa më të mirë, do të bëjnë këto gjëra. Do të haj mirë këtu. Ti edhe paguon lekët, edhe jep me hungur këtu. Edhe i ke dhënë dhe makinën se sponsorizon X apo Y. Ke dhe shtëpinë atje që paguon klubi. Edhe ti ke për detyrë vetëm me hungur, me pi, me bë regjim. Edhe me lut mirë. Me let me familjen, me lut me kalamajt e tuaj, kupton se më ti je beqar, më do rish me dashurën tënde, çfarë si ka. Je beqar do rish me shokët e tuaj. Po. Kështu funksionon një klub profesionist. Për të paktën për të pas një ecori të mirë. Ktu që ne është jo kështu po. Kështu mos e kaput. Domethënë që nuk ka si gjon të rezi në lidhje me pjesën e klubit që duhet të jetë si duhet të jetë, si të funksionojë. Elvis, ne bëm një bisedë shumë gjatë, tham shumë gjëra dhe falenderoj shumë për gjithë mendimet e tua që dhe ishte vërtet kënaqësi të kishim këtu te emisioni. Unë ju falenderoj shumë për ftesën, është shumë kënaqësi e madhe që në momentin që mora ftesën dhe kam marrë kënaqësi më të madhe. Edhe suksese. Darti, them mirupafshim atyre që na pan. Ja bëm kështu mirupafshim bashkë. Mirupafshim. Na shih në herën tjetër, thoj prap. Kur mos jetë babi, po ndaj tjetër prap, okay? Ciao. Ándale.